ju përshëndesim së bashku me zonjën Vjolca dhe Rolina Nachon, dietologen e Vila 24. Ju përshëndesim nga supermarketi Big Market që ndodhet te rruga e Kavajës e natyrisht përse kemi ardhur. Jemi një ditë përpara Krishtlindjeve dhe natyrisht tryeza duhet plote për plot. Kemi ardhur të bëjmë shopping, të bëjmë blerjet e devojshme që na duhen për ditën e Krishtlindjeve për të patur një tryezë sa më plot, sa më të shëndetshme, sa më të bukur me të gjitha produktet që i gjejmë në Big Market, e natyrisht që është një rrjet i gjerë dyqane supermarketesh në të gjithë Shqipërinë, por jo vetëm në qytetet e mëdha dhe në ato të vogla. Në Tiranë imagjino janë të gjitha dyqanet e supermarketet Big Market që ju nevojiten, edhe në lagjet e ndryshme të Tiranës, të gjitha lagjet, për të bërë blerjet e përditshme të nevojshme tuaja, po edhe në ditë të mëdha si kjo e Krishtlindjeve, ku tavolina do të jetë plot e për plot. Edhe në Vila 24 do të jetë plot e për plot, ju asigurojmë këtë apo jo. I përshëndesim anvisat. Patjetër. Një tavolinë cilësore, duke pasur me vete, jo vetëm recetat, po dhe aprovimin e dietologes tonë. Prandaj kemi ardhur të treja në fakt, që të kemi një tryezë edhe elegante, mos marrim shumë kalori. Gjithsesi do jemi në studio edhe pas festave së bashku Rolina për të thënë se si i kemi ndjekur këshilla që do na jepni sot në fakt. Dhe do ta nisim me gjelin e detit, që është simboli, simboli i festës tonë. Shkojmë e marrim gjelin dhe pastaj produktet e tjera. Do ta zgjedhim gjelin e detit së bashku? Isha të pyes pak Rolinën. Rolina, si mendon për një familje 4 deri në 6 persona, çfarë peshe do të ketë pula ose gjeli i detit? Një peshë diku ke 2 kg, 2 kg gjysmë do ishte ideale, duke menduar që zakonisht tradita është që ne përfshijmë shumë produkte ushqimore. Është shumë më mirë që të marrim një gjel më të vogël, ndoshta do ketë edhe shije më të më shumë, nuk do të mbetet shumë. 2 kg gjysmë për 4 me 6 persona është mjaftueshme. Pak kështu. Për të mbetur dhe pak. Unë dua të më shpjegoni, para si ta marrim pak gjelin e detit, të më shpjegoni si mund ta gatuajmë që të mos ketë shumë yndyrë, Rolina, se tham që do të mbajmë dhe pak. Është mënyra e gatimit, e cila mund të çformojë sasën kalorike që mund të përfundojnë në fund. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, anvisat që preferojnë t'i kalojnë një val gjelit, do të ishte më mirë një ditë më përpara, të cilën lëngun ta vënë në frigorifer. Tani më thuaj se ka receta që marinohet dhe vendoset në furrë, marinohet 10, 12 orë, 6 orë, 8 orë, varet nga mastësia e gjelit, por ka dhe receta të tjera që e marinojnë dhe e zjejnë. Më përpara. Tani si mendon? Atëherë, nëse në receta jonë e ka të përgatitur të zjerë në fillim gjelin ton, atëherë marrim lëngun e gjelit, kemi zjerë një ditë më përpara dhe vendosim në frigorifer. Në këtë mënyrë do të ngrihen. Edhe heqim pjesën e Dhe ne do e heqim, dhe do përdorim lëngun qoftë për supra të ndryshme, qoftë për patate, qoftë për çdo lloj gatimi që do të marrë shihen më pas. Si të kenë dëshirë. Personat të cilët do ta kenë marinuar dhe më pas do e pjekin pa i kaluar një val, do i rekomandojë që ta vënë në zgarën e furrës. Edhe një tepsi po, sigurisht. Në këtë mënyrë ajo do të largojë tepëricën e yndyrnave, sepse po të bëjmë një nga gabimet e shpeshta që ne marrim gjelin e vendosim me patatet, ato patatet do marrin tepëricën e yndyrës dhe ne do i konsumojmë po përsëri. Dhe sigurisht në pjatën tonë e konsumojmë pa lëkurën e gjelit. Mund ta mbajmë lëkurën për të qenë më i butë, ndoshta mishi gjatë gatimit, por në fund gjatë pjekjes duhet lëkura, për arsye se tha. Por në fund ne nuk e konsumojmë asnjëherë. Sigurisht. Mikesha të dashurat, mos vonohemi sepse kemi aq shumë për të blerë te Big Market, ka shumë produkte, madje ka dhe ulje, mund të marrim edhe më shumë se sa dëshiroj. Edhe lotari? Po, patjetër. Kështu që ta marrim gjelin e detit te vajza? Edhe shkojmë të marrim, do marrim pastaj. Sallatën, ndoshta ruse, do më ndihmoni pak për sallatën mua, sepse nuk di se me çfarë produktesh ta gatuaj sallatën. Dua ta gatuaj edhe në shtëpi, po ndoshta ne do ta marrim sot të gatshëm te Big Market, por do na mësoni dhe si mund ta gatuajmë në shtëpi, me çfarë produkte. Që se jemi tek këndi antipastave, i bëjmë edhe pazarin e antipastave, çfarë do të përzgjedhim? Çfarë kemi menduar zonja Vjolca? E kam në dorën tënde dhe më ndihmoni edhe mua për të bërë pazarin e shtëpisë time. Pasta dije që një çik prosciutto cotto, djathra, po djathin duhet ta zgjedhim që të jetë sa më pak të ndyrë. Mund ta kombinojmë me perime? Sigurisht. Një nga këshillat e mia do të ishte që antipastat tonë mos jenë vetëm të varfra në prosciutto dhe në djathë,
pasi përmbajnë një sasi kalorike shumë të madhe dhe në shumicën e rasteve ne pickojmë pa patur uri dhe në atë mënyrë ne marrim sasi kalorazh. Mos harrim që sa një kutë shkrep se djath ka rreth 100 kalori dhe sidomos po të djath kaçkavall. Kështu që një pirum pomodorini, ndoshta pak ananas me prosciutën, pra fruta perime të cilat mund të alternojmë rreth pasere, do na të ndihmojnë që të marrim më pak kalori. Prosciuta koto është më e rekomanduar, sigurisht në përbërjen që ka që është thjesht mysh i timosur, duke evituar pjesën e bardhë. Mund të ishte prosciuta e pulës ose të gjelit të detit, që përsëri ka një përbërje më të ulët në yndyrnat shtazore, dhe ke djathra do preferojnë mozzarellën, e cila djathrat sa më të butë ka një përbërje më të ulët në yndyrë. Në yndyrë, përqindje të vogël në yndyrë është. Po i përzgjedhim këto që ju thatë Rolin dhe për perimet pastaj nuk e dëgjova dhe cilat perime. Tomati është një nga perimet që shkon shumë mirë me mozzarellën, siç mund të jetë pomodorini e vogël për patur shumë aciditet. Mund të përdorim kastravecin, mund të përdorim karotën, mund të përdorim finokun, mund të përdorim ananasin, mollën. Ky kombinimi kemi bërë dhe në këndin tonë të kuzhinës, kombinimi perimeve me fruta, është një kombinim perfekt. Në kuptim mos kemi edhe shumë perime ose as vetëm fruta dhe djathë. Lule shtryë dhe të tjerë zakonisht shumë të mira, ndoshta qoftë edhe me mozzarellën që shkojnë shumë. Patjetër. Edhe japin edhe ngjyrë. Duke në bukur. Kështu që duke shoqëruar verën me këto produkte, besoj se do e shijojnë mbrëmje. Sigurisht. Zonja Vjoca, që ndrojmë pa këtu, Rolin e dashur, jemi në këtë këndin e të gjitha produkteve që më së shumti do marrim tashmë, sepse do doja të më shpjegonit pak, por edhe pranë visat që duan të dinë, sa i takon majonezës në kushtet e shtëpisë. E prodhojmë çik do? Zakonisht e bëj majonezën vetë. E kemi bërë dhe në emision, duke kombinuar fillimisht lëngun e limonit me vezën dhe pastaj vajin e ullirit gradualisht ja hedhim pika duke rrahur vazhdimisht. Ka dhenë të posaçme që bëjmë majonezën siç e kemi ne në emision, por mund ta bësh edhe me një rase me rasen e vezëve. Dhe mendoj se është më e shëndetshme duke bërë dhe të freskët dhe duke përdorur direkt bajin e ullirit. Por sa i takon kalorive, Rolin? Në fakt, majoneza, ne thamë që përbërësit kryesore është e verdha e vezës, limoni dhe vaji të ullirit, por që veza e verdhë dhe vaji i ullirit përbëjnë yndyrë kryesisht dhe ka një përmbajtje shumë të lartë kalorike, kështu që ne kur ne do të bëjmë një sallatë ruse, përsa i përket përbërësve, do të ishte më mirë ta bëjmë vetë, sepse do të zvendësojmë vajin e lule diellit që zakonisht përdoret tek majoneza e gatshme me vajin e ullirit që ne kemi bërë vetë në shtëpi, dhe ndoshta pse jo dhe vezën e fshatit me vezën industriale që përdoret nga pularit, që është një nga elementet plus, dhe në këtë formë marrim një produkt ushqimor vërtet që mund të ketë kalori, por ka më shumë vlera ushqyese. Pastaj diferenca në produktin kryesor që është sallata ruse është se çfarë shtojmë ne sallatës ruse. Po pra, për këtë do të flasim tani, se çfarë shtojmë tek perimet. Jemi mësuar që zakonisht kemi jo fasule, jo karotë, jo këto, po më shpjegoni pak. Vizele, karrota, kastraveca turshi në kubik. Këto janë përbërësit kryesor, por mendoj, si thua Rolina, nëse duke patur ato fasulet, plaçi që kanë përqindje karbohidrate, patatet gjithashtu, është mirë që si të na jap provoj dhe Rolina që të jetë pak si më... Na i solli Rolina këto? Kombinim shumë të mirë, do thoja zvendësimin e fasuleve të zakonshme, të bardha me fasule me ngjyrë. Fasule me ngjyrë, qoftë ato të kuqe, të cilat do të shtojnë vlerat ushqyese. Mund të ulim përbërjen nga patatja dhe njëkohësisht të vëmë specë turshi gogozhar, që do jap ndoshta edhe shijen më të aftë. Pak si majhoshe, po. Mund të vëmë pak më shumë kastravec, mund të vëmë finok, mund të vëmë kapar. Po, finok nuk e kam përdorur ndonjëherë me finok, do ta provoj. Që do jetë një shije më pikante, mos harrojmë. E kaperi kam hedhur. Kastraveci edhe specë gogozhar do ndihmojnë në tretjen. Ja, kjo është e rëndësishme, po. Ndihmoj që të kemi një lehtësim në tretjen. Për pjesën e kalorive, një luggjelle sallatë ruse mund të ketë nga 50 deri në 60 kalori. Çfarë mendimi ke për mielin? Për të bërë një përshesh? Hatëshin vetë. Në shtëpi do të ishte shumë mirë të përdorim një pjesë të miellit, integral dhe një pjesë miell normal. Në këtë formë do marrim më shumë fibra. Dhe shumë njerëz do kenë edhe një përbërje më të lartë, ndoshta edhe personat me diabet do kenë një nivel më të ulët të glicemisë në këtë format. Sigurisht duke patur kujdes në sasinë që do të konsumojmë, por gabimi që bëhet shumicën e rasteve është që bëjmë përshesh, byrek, një ndërthurje karbohidratesh. Në fakt,
zgjidhja kryesore është të kemi një listë para se të bëjmë çdo gjë, një listë në të cilat ne do të racionojmë pak a shumë, do ideojmë pjatën se çfarë do të përmbajnë. Nëse do kemi përsheshin, do jemi shumë të moderuar që mos kemi shumë produkte që përmbajnë përsëri karbohidrate. Pra nuk mund të kemi edhe pasta, nuk mund të kemi patate, nuk mund të kemi risotto, mund të kemi një byrek të vogël në formë antipaste, që përsëri një trekëndësh të vogël. Të nesërmen, nëse kemi dëshirë për të patur qoftë pasta, qoftë risotto, qoftë patate, mund ta zvendësojmë, por jo të konsumojmë në të njëjtën vakt edhe përsheshin, edhe patatet, edhe risotto, edhe byreku. Ne vazhdojmë me pijet. Pijet. Ja, ndalojmë pak këtu tek pijet alkolike, Rolin. Cilat pije alkolike do të mbushin tryezën tonë? Më shumë betemi tek pijet e verës, dhe në produktet e verës, shampanjës dhe tek bira, për ata që ndoshta nuk janë fansa të verës. Por gjithmonë pijet më të lehta dhe të cilat na japin përveç kalorive dhe alkoolit, edhe vlera ushqyese është vera e kuqe e cila po të jetë cilësore ka një vlerë shumë të lartë antioksiduese, por kemi dhe birën e cila sigurisht përmban për hir të majas, të fermentimit të ilbit, vlera ushqyese të posaçme për përbërjen vitaminoze dhe asaj të kriprave minerale. Por arsye tjetër është përqindja e alkoolit. Përqindja e alkoolit me diferencë me pijet alkolike, siç mund të jetë vodka, gin, whisky. Raki nuk do pim për festa? Ndoshta për ata që janë, sidomos ata që kanë bërë vetë, e kanë me shumë dëshirë për ta fshijuar. Vera dhe pjesa e birës kanë pak përqindje alkooli në krahasim me pijet e tjera, të cilat kanë 40% alkool. Kemi një verë e cila është rreth 13 me 15% një verë e fortë në alkool. Kemi dhe birë e cila zakonisht e 5% alkool. Dhe kjo ndikon në përbërjen përfundimtare të kalorive. Pra një gotë verë ka diku ke 110 kalori me 110 kalori një gotë e madhe me birë. Por e rëndësishme është që ti konsumojmë, ti pim me stomakun plot, edhe do jetë plot për shkak të tryezës. Më mirë është gjithmonë stomaku plot. Ose të shoqërohet me ushqim. Një nga elementet që shumicën e rasteve gabojmë. Mund të kemi hetje dhe shkruajmë me pijet alkolike. Është një gjë shumë e gabuar, kështu që nëse ne kemi tendencë që kërkojmë lëngje, është më mirë të pimë një ujë, se ndoshta organizmi jon ka nevojë për ujë dhe ka shumë njerëz që ngatrojnë. Ta konsumojnë përpara se të pinë, Po, sigurisht gjithmonë. Dhe kjo është e rëndësishme, duhet ta dimë. Dhe sigurisht tani harrojmë të pimë ujë dhe se gjithmonë konsumojmë ushqim. Dhe më njëherë një gotë birë ose më njëherë një gotë verë, atëherë. Pim ujin dhe më pas pimë. Një nga elementet në fakt që bëjmë gabim është që duke parë parasysh që do ham një vakt të madh, duke patur parasysh që do ham darkën, ndoshta në atë vit të ri, rrim gjithë ditën pa ngrënë, duke menduar që në këtë mënyrë shpëtojmë kalori. Është shumë e gabuar, sepse nepsi me stomak bosh nuk kontrollohet. Do ha më shumë në darkë, jemi gjithë ditën të lodhur, një mëngjes i lehtë, mes vaktet, 5 vaktet e ditës duhet bërë me patjetër, një mëngjes i lehtë, një frut ndërmjet, një vakt drek i cili do jetë ndoshta një supë për të përgatitur dhe aparatin tonë tretës, e shoqëruar me një sallatë për ata që nuk kanë dëshirë për të konsumuar supë, bulmet, pak djathë për të shoqëruar vaktin e drekës, një mbasdite të lehtë, pse jo një kos me fruta, dhe fillon dhe darka, dhe aty ne do jemi më të kontrolluar. Që të dimë për frutat, mos t'i vendosim gjitha në tavolinë, të dimë cilat fruta do të konsumojmë atë ditë që është barku plot. Sigurisht se ka fruta të cilat na lehtësojnë në tretjen. Ka fruta të cilat duhen konsumuar. Me që jemi ke verat, se ndonjëherë hedhim dhe një fet mollë verës. Shumë e mirë, molla është shumë e mirë sepse është një nga frutat të cilat ndihmon në tretjen. Një nga elementet tjerë që femrat mund të përdorin e kanë shumë dëshirë, kivin, që mund të jetë përsëri një nga elementet për tretjen. Ananasi është përsëri një nga frutat tropikale të cilat kanë enzima që ndihmojnë tretjen. Kështu që edhe personat të cilët ndihen të mbi ngarkuar, një frut në këtë formë do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë, po ndihmoj edhe që mos kemi problemet e konstipacionit të nesërme nga ushqimi i tepër i thatë që ne kemi konsumuar. E kuptoj. Mirë, vazhdojmë shoppingun ton, blerjen e produkteve për festat, për tryezën. Ndalemi dhe tek lëngjet e frutave, tek pijet me gas, pijet pa gas, jemi në këtë kënd, dhe madje duam këshilla për fëmijët. Çfarë duhet të konsumojnë fëmijët tashmë? Po, nuk e di ç'mendim Karolina, po unë mendoj që fëmijëve duhet t'ia përgatisin vetë lëngun, të jetë lëng sa më natyral, në bazë të frutave që rekomandohet për fëmijët, se fëmijët hanë çfarë u japim ne.
Sigurisht, Ka njerëz që nuk e preferojnë pjenë alkolike, por që mund ta zvendësojnë. Po ndërkohë ne kemi shumë alternativa për të patur lëngje të freskëta, të shishme, të cilat do pëlqejnë nga të gjithë, jo vetëm nga fëmijët. Për shembull, ne kemi shegën këtë periudhë kohore që mund të shtrydhim shegën që ndoshta në krahasim me lëngun e portokallit nuk shpërbohet, nuk ndahet pjesa e sipërme e fibrave me pjesën e më të ujshme, në të cilën edhe nëse duam të ketë pak më shumë ëmbëlsi mund të shtojmë vetë sheqer. Dhe në krahasim me lëngjet e gatshme do ketë përsëri shumë vlera ushqyese, shumë antioksidues dhe në këtë rast do jenë edhe shumë më të mira për tretjen në përgjithësi. Mund të bëjmë kompost të frutash, të cilën mund të shtojmë shkop kanelle, mund të shtojmë brenda xhinxherfil, mund të shtojmë shumë aromatizues për t'i bërë mjaft joshës. Xhinxherfilin e ka fjalën për xhinxherin, ajo që është si rrënjë patate, që kemi përdorur shumë mirë. Dhe ndoshta për fëmijë mosha më të vogla, të cilat ndoshta do ishte qumshi bashkë me fruta të fruluara, qumësh me fruta pylli, me banane, kombinime që fëmijët ndoshta i kanë qejf, mund t'i japin edhe ngjyrë shumë atraktive. Nëse baklavaja është ëmbëlsira tradicionale e festës, ka në hyrë edhe panetoni. Dua të pyes, tashmë panetonin do shkojmë ta marrim se e kemi përballë dhe më kujtua, në cilin vakt duhet ta konsumojmë Rolin? Në fakt, pas një vakti të bollshëm, siç mund të jetë dreka e Krishtlindjeve ose darka vitit të ri, do të ishte pak egzageruar. Kështu që ndoshta nuk do e shijojmë dhe me një stomak aq të plotë. Të nesër në mëngjes, pra mëngjesi me një gotë qumësht dhe me një frut të kombinuar do të ishte një nga alternativat më të mira. Mos harrojmë, kemi panetone pafund, me zgjedhje pafund. Unë do të zgjidhja për familjen time një panetone e cila ka rrushë të thellë, zakonisht ka dhe lëkurë portokalli ose agrumesh të ndryshme, dhe përveç përbërjes të brumit, të drithrave që ka, të sheqerit edhe të aromatizuesve, por edhe të vezës dhe të bulmetit, ne marrim edhe ndërmjet rrushit të thatë fibra, marrim hekur, marrim magnez, marrim vitaminat të cilat duhen për të gjithë, dhe ndërmjet agrumeve marrim përsëri vlera ushqyese. E marrim edhe panetonin, ndërkohë në mëngjes me një gotë qumësht dhe një frut. Iku mëngjesi. Një zgjidhje e përkryer sepse në darkë do të konsumojmë, le të themi, ëmbëlsirën, do ta konsumojmë ëmbëlsirën pas darkë, baklavan që për ata që nuk rezistojnë mund ta konsumojmë, por gjithmonë të kemi kujdes. Mos harrojmë që një racion baklava, një racion kadaif që janë afërsisht në të njëjtën përbërje, mund të ketë nga 350 deri në 450 kalori, varet porcioni i felës të baklavas. Kështu që po të mendojmë që një femër në ditë ka një nevojë kalorike të 1800, kuptojmë që një përqindje shumë e lartë vjen nga konsumimi i baklavas kadaifit. Meqense ne folëm për antipastat dhe i kombinuam ato me perimet. Perime më vete do marrim për sallatat? Unë në fakt do rekomandoja që të kemi larmi, shumë llojshmëri, mund të kemi kombinim të perimeve bashkë me fruta, siç mund të jetë ananasi, siç mund të jenë molla, mund të vëmë më shumë lakrat gjethore, siç mund të jenë qoftë nga lakra e bardhë, kuqe, radikjo, mund të përdorim shumë llojshmëri të sallatës jeshile, erza të ndryshme, majdanozi, sepse në këtë formë një sallatë mesdhetare me shumë ngjyra, e ka fjalën Rolina, por aty që mund të shtojmë, mendoj, një çik arra, një çik bajame. Frutat e thata, meqense jemi tek këndi frutave të thata, i marrim edhe ato. Në këtë mënyrë ndoshta do zvendësojmë shumë gatime të rënda. Kokrat e shegës janë shumë do janë shumë. Dgjoj, e kemi mbushur shportën, marrim edhe pak fruta të thata meqense ju përmendët. Do kujdesim që frutat e thata të jenë pa krip, se do jenë ndoshta më të shijshme për sallatat tona dhe mos jenë të pjekura. Një nga elementit tjetër që ndihmojnë që të marrim vlerën totale të frutave të thata. Mirë, vazhdojmë me mbushjen e shportës. Kemi produkte të tjera për të marrë zonja Vjollca? Kemi të theksuar përdorimin e thjerrzave. Kemi blerë, kemi thjerrzat, prandaj unë s'desha, po megjithatë marrim një nga ato me shumë ngjyra. Që është një nga pjatat e para si supë, po të bëhet e hollshme, ndihmon jashtëzakonisht shumë sepse marrim fibra. Po për bereqet, po ne i bëjmë sallatë me rukola, me një çik djath, të veshur me një çik pançe. Të shumë ngjyrshet janë më të mira. Po pra, po ato nuk i kemi, po tjerat i kemi të gjitha. I morëm dhe thjerrzat. Ecim? Po këtu çfarë do marrim? Këtu po marrim me që tha Rolina, frutat e pyllit të kombinuara me qumësht, duke i fruluar ato, me një qumësht të skremuar, do të është një pije shumë e mirë për fëmijët, dhe pse jo edhe për ne. Mund ta përdorim atë ditë frulator,
në frulatorin. Bashkojmë me qumshtin në frulator? Shkëlqyshëm. Edhe për ne. Shkëlqyshëm. E marrim edhe këtë. Te koshi. Unë them se mbaruan. Po, kemi gjë tjetër zonja Vjoca për të marrë? Për sa të mbaruam, ndoshta vim prapë nesër. Për gjërat që kanë mbetur. Pjesët kryesore, ushqimet kryesore i kemi marrë apo jo? Në rregull. Miq të dashura, visa të dashura, ne kemi përfunduar me pazaret në supermarketin Big Market që ndodhet te rruga e Kavajës, por këtë market ju e gjeni në çdo lagje tuajën, vraponi të bëni pazarin për të mbushur plot e përplot ryezën me ushqime të shëndetshme. Falenderoj zonjë Vjollca. Faleminderit dhe ty dhe Rolina. Faleminderit dhe Rolina, dietologa jonë që na dha shumë këshilla. Festa të mbara, mirupafshim. Pafshim.